E pra... Dhe... Natyrisht, ti është në fillim të një viti edhe përsëri të kesh entuziazmin, këtë do të thotë se me të vërtet duhet jetë një vit i mbar për ne shqiptarët. Gjithsesi ne për të kuptuar se si është atmosfera në mëngjes të 2010-s, do të vazhdojmë të lidhemi me një qytet tjetër dhe kam kënaqësinë. Regjia, më lidhi me Vlorën. Vlora! Ma djali dritet. Urdhro! Nuk më një. Të njo, moj nënane, të njo. Kam shumë respekt për ty. Respekti për mua? Po. U këpote në byth. Aja. 3 muaj mos më ndjesh mua një televizor të ti. Birbo i drejtit. Të vi turp të vi. Po si, pse me një pension do të rvitin unë? Të drejti, po s'kam pasur mundësi, pasaj e plak. Të vi turp të vi. Qa këtë për mua, qa këtë? Asgjë. Po që nuk kalojt atë rrugës, që në është i kifqevra si prej teje. Qëllë ba një ku drejqit, ku që thua ti, mare, që unë i kam krenë burat. Po pëse i kam krenë, me fati ashtu ka qedhe. Jo, më në... Të vi tumë të vi. Po jo, më në ke gabim. Jo, se, a ramë qumë shti memës. Po jo, se lutem shumë, se mund të respektoj, se ti je plak dhe të respektoj, të duash... Po si, Të duash shumë, të duash shumë. U ti thua të dua ti, mo. Të më duash mua ti. Po me plasi mua, të më duash ti. Po në vesh, zabër hari drejkit. Edhe s'ka, do këzua vitineri na mua ti. No, vitineri. U bash mu këmani qenit. No, dhe një kështu, no. Birë boj drejkit. Kjo ishte një shuplak nga nënanea. A moj nënane, po s'varet thjesht nga mua. Unë personazhit i dua gjithë njësoj. Po për të dalë, du dalin me rregull, me disiplinë, s'dalin kështu. Ja na prishe tani, unë do flisja me Vlorën, ti hyre tani... Po, mirë, të bardha i kishe.